Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Sadaqallahu al-azim. Wa yaqulu nabiy sallallahu alayhi wa sallam في حديثه الشريف يقول: من سام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبك. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Falënderimet dhe lavdrimet I takojnë Allahut fuqiplot. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej Tij falje, ndihmë, rahmet, bereqet kërkojmë. Salavatet dhe selamet në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, ja dërgojmë vulës së pejgamberisë, Muhammedit alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ato të cilët e ndoqën dhe do ta ndjekin rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Tema për cilën do të flasim sonde është pastrimi I zemrës së besimtarit dhe rruga për të fituar shpërblimin e Allahut fuqiplot. Ramazani nuk është vetëm muaj I urisë dhe etjes. Ai është muaj I pastrimit, por jo vetëm I trupit, por edhe I zemrës së besimtarit. Allahu fuqiplot në Kur'anin famëlart na thot: "Yawma la yanfa'u malun wala banun illa men ata Allah bi qalbin salim." Atë ditë kur do të dilni para Allahut fuqiplot, atë ditë nuk do të bëj dobi as pasuria, atë ditë nuk do të bëj dobi as fëmia, por ai I cili I kthehet Allahut fuqiplot me zemër të pastër. Pra, shpëtimi in nuk lidhet vetëm me atë cilën e kemi në dorën tonë, por shpirtimi in lidhet me atë të cilën e kemi në zemrat tona. Ramazani është shkolla e pastrimit të zemrës së besimtarit. Kur agjerojmë ne, nuk heqim dorë vetëm nga ushqimi, por duhet të heqim dorë edhe nga zilia, duhet të heqim dorë edhe nga xhelozia, duhet të heqim dorë edhe nga padrejtësia, duhet të heqim dorë edhe nga fjalët që lëndojnë njëri tjetrin. Nga se pejgamberi alayhi salatu wassalam në një hadith na drejtohet neve si besimtar duke na thënë: kush nuk heq dorë nga fjalët e reme dhe veprimi sipas tij, felejse lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Ai cili nuk heq dorë nga fjalët e reme dhe veprimi sipas tij, Allahu fuqiplot nuk ka nevojë prej tij që ta lë ushqimin dhe ta lë pijen e tij. Kjo do të thotë agjerimi I vërtet fillon nga zemra e besimtarit. Vëllezër dhe motra, zemra lëndohet shpejt, me një fjalë, me një padrejtësi, por Ramazani na jep mundësinë që ne ta lajmë zemrën tonë. E si ta lajmë ne zemrën tonë? E si ne duhet ta pastrojmë zemrën tonë? Allahu fuqiplot në Kur'anin famëlart na drejtohet duke na thënë: "Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub." Zemra qetësohet. Zemra e besimtarit stabilizohet kur e përmend Allahun fuqiplot. Edhe istighfari është njëra prej arsieve kryesore ku besimtari Islam e pastron zemrën e tij. Astaghfirullah nuk është vetëm fjalë, por është larje e brendshme e besimtarit. Kur e pranojmë gabimin ton para Allahut fuqiplot, zemra jon zbutet. Së diti me faljen ndaj njerëzve. Nuk mund t'i kërkojmë falje Allahut fuqiplot derisa
zemrën e mbajmë të mbyllur ndaj vëllaut ton. Andaj, Ramazani është koha për ta hequr barën e inatit në zemrat tona. Së treti, me sadaka. Sadakaja nuk e pastron vetëm pasurinë e besimtarit, por sadakaja e pastron edhe brendësinë, edhe zemrën e muslimanit. Së katërmi, me Kur'anin famulart. Kur ne e lexojmë Kur'anin famulart, zemra jon pastrohet. Kur ne meditojmë, zemra jon pastrohet dhe në këtë formë aq më shumë largohet errësira në brendësinë e zemrave tona. Mos harrojmë, Ramazani është muaj i shpërblimeve të mëdha dhe Allahu fuqiplot. Pejgamberi alayhi salatu wassalam në një hadith thot: "Men sama imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kushdo që agjeron me iman të plot, kushdo që agjeron me iman të paluhatshëm të i madhi Zot, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. I falen të gjitha mëkatet të cilat i ka vepruar më përpara. Shpërblimi i Allahut fuqiplot nuk fitohet vetëm me urinë, por me sinqeritetin të cilën e kemi te i madhi Zot. Ndoshta dikush agjeron dhe fiton vetëm lodhjen, e ndoshta dikush tjetër agjeron me trupin e tij, agjeron me zemrën e tij, agjeron me gjithë organet e trupit të tij, i agjeron syri i tij, i agjeron goja e tij, i agjeron veshi i tij. Kjo është ajo e cila e kërkon Allahu fuqiplot prej nesh. Edhe pse ruhemi ndaj urisë dhe etjes, Allahu xhelleshanuhu kërkon prej nesh çdo sen cila ekziston në trupin e njeriut të jetë e lidhur dhe të agjeroj për hir të Allahut fuqiplot. Le të pjesim zemrën tonë sonde. A është zemra më e butë se sa në fillim të Ramazanit? A i kemi falur dikë? A jemi afruar më shumë të i madhi Zot? Nëse po, atëherë Ramazani po në ndryshon. E nëse jo, kemi ende kohë. Mos ta lëm Ramazani të kaloj vetëm si kalendar. Le të kaloj si transformim. Le të kaloj si stabilizim. Le të kaloj si udhëzim te i madhi Zot. Sepse në fund, kur do të qëndrojmë te i madhi Zot, te Allahu fuqiplot, nuk do të na pijes se sa ditë kemi agjeruar, por do të na pijes se si i kemi agjeruar ato. Dhe para se të him në iftar sonde, do të ndaj me ju një histori të shkurtër. Transmetohet se një burr erdhi te një dietar i madh, duke i thënë: "O dietar, po agjeroj, po lutem, po falem, mirë po nuk e ndjej ëmbëlsinë e ibadetit, nuk e ndjej qetësinë në zemrën time." Dietari e pyeti duke i thënë: "A je i hidhruar me dikë? A ka dikën të cilën ti nuk e ke falur?" Ky burr e uli kokën dhe tha: "Po, o dietar." Dietari i tha: "Shko dhe pajtohu, shko dhe qetësohe zemrën tënde, pastaj kërko ëmbëlsinë e besimit." Thuhet se ai shkoi dhe i kërkoi falje vllaut të vet para iftarit. Duke pritur iftarin, siri i tij filloi të lëtoj. Filloi të qaj, jo nga uria, por nga lehtësimi i zemrës. Sepse nga ndonjëherë ajo e cila na largon nga mëshira Allahu xhelleshanuhu nuk është ibadeti, por pesha e inatit në zemrën tonë. Sonte
para se të qelim iftar, le ta qelim zemrën tonë, le ta heqim një barë, le të falim dikë, le t'i themi Allahut, o Zot, po vi tek ti me zemër të pastër, sepse kjo mund të jetë mundësia e jonë e vetme për pastrimin e zemrës, dhe kjo mund të jetë qasti i fundit, Ramazani i fundit, për t'ju kthyer Allahut fuqiplot me kalbun selim, me zemër të pastër dhe me zemër të devotshëm. Në fund, e lutim Allahun fuqiplot, agjerimin ton të na pranoj, zemrën ton të na pastroj dhe të na shpërblej me shpërblimet e tija të shumëfishta. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.